Vjosa Osmani nuk është kthy fare LDK. Vjosa Osmani përdor LDK-n si trampolin, po ripërdor LDK-n edhe një herë. Votuesi i Lidhjes Demokratike nuk ka arsye me mbështet këtë nismë e cila është nismë kundër tyne. Ti bënë mu kandidate për presidente, unë ty kandidat për kryeministër, dalim vetë do bashkë, keshim bashku kry loja. Zhvillimet në kampin opozitar, çdo ditë, çdo orë, çdo minutë në tardhmen, do ta konfirmojnë në vazhdimsi që Kosova nuk ka parti opozitare. Këto parti opozitare po shkojnë këto zgjedhje me një qëllim shumë thjesht, po shumë të padobishëm për qytetarët e Republikës Kosovës, po garojnë për pak më shumë deputet që me pas pak më shumë hise në qeverinë e ardhshme. Kthimi që u trompetu më të madhe i Vjosa Osmanit në LDK i ka dy probleme shumë të mëdha. E para është një mashtrim i madh publik, sepse Vjosa Osmani nuk është kthy fare LDK. Vjosa Osmani përdor LDK-n si trampolin për potencialisht ndaj pozitë të ardhshme në institucionet e Kosovës. Qysh edhe u mur vesh Sheshazi, ajo nuk është antare e LDK-s, e mori një grup për një 20 veta, po i çon listën e LDK-s dhe po ripërdor LDK-n edhe një herë. E dyta, ne besojmë që me këtë qasje, ma shumë i shkon simbolika e kalit të Trojës, sepse LDK-ja ma shumë se sa po bashkohet, po ndahet rishtazi. Sepse njerëz të cilët i qëndruan besnik LDK-s, në periudhën ku u braktis nga Vjosa Osmani, ku u sulmun nga Vjosa Osmani, ku u shkatrun nga Vjosa Osmani, qysh edhe vetë ju e keni pa, nuk kanë qenë pjesë e ceremonisë të bashkimit të trumpetuar nga kryetari Abdigjiku. Ky bashkim është lidhje puro e interesit për pozita të dy individëve që e kanë kapur këtë parti. Tash ju me të drejtë keni me pyet, po çka intereson Partisë Socialdemokrate, çështja e LDK-s. Absolutisht na intereson. Kosova vun që 5 vjet s'ka opozitë. Kosova vun nga njerëz të cilët sa kanë qenë institucione i kanë shërby kryeministrit me pikë e me presje. Dhe Kosova nuk e ka luksin, Kosova nuk guxon dhe nuk duhet të rizgjell njerëz të cilët kanë plane për pozitat veta. Madje nuk janë as për partitë. As për partitë të cilat po shkojnë, i kanë abuzu, i kanë poshtru dhe po kthehen tamam me simbolikën sikurse kali i Trojës, e ju e dini çai ka ndodhur Trojës kur e fut kalin brenda. Prandaj unë besoj që votues në Kosovë përgjithësi, specifikisht votuesi i Lidhjes Demokratike, nuk ka arsye me mbështet këtë nismë e cila është nismë kundër tyne, është nismë kundër demokracisë Kosovë. Prandaj edhe i bëj thirrje që të votojnë kësaj here për Partinë Socialdemokrate, e cila është e qartë dhe garon vetëm për ulset e opozitës. Ne garojmë që vendit mi ofru opozitë para se me bo çfarë do ndryshimi tjetër. Ata që garojnë veç për pushtet, mbesin në opozitë veç kur si merr pushtet. Edhe kësaj radhe kështu na ka ndodhur. Prandaj, ne sot e shënojmë këtë aktivitet me figurën e kalit Trojës që besojmë fuqishëm që është e vërteta me madhe e kësaj ngjarje. Besoj që po garojmë për betejë. Besoj që po garojmë për kauzën kuvent. Unë besoj që është e rëndësishme me qenë edhe të sinqert me njerëz. Përderisa jemi idealist, përkushtuar, aktivist që na keni pa që ma shumë se 20 vite disa prej neve, e në Partinë Socialdemokrate që 6 vite ne kemi refuzuar dhe zgjedhje. Krahas i idealizmit ton, vetmohimit ton, ne nuk jemi as arrogant, as naiv si të tjerë. Këta i garojnë kanë 190 e i fitojnë dikush 6, dikush 10, dikush 15. Gjithmonë të njëjtit, kur çdo s'kan prodhim. Krejt çka kanë bo, kanë lujt lojën e kryeministrit Kurti. Për shkak se e luajnë këtë lojë për dy arsye. E para s'kan dijet mjaftueshme, e dyta kanë interesa shumë të mëdha. Jo a pishini sa letë u bën bashkë për dy pozita. Ti bënë mu kandidate për presidente, unë ty kandidat për kryeministër, dalim vetë do bashkë, keshim bashku kry loja. Prandaj, na kemi dasht me i tregu qytetarëve të Kosovës, që ky është grupi parlamentari po së na garojmë për me kalu pragë. Qytetarët mund na votojnë edhe më shumë, po gara jonë është kjo gara, është e sinqertë, është sfidë e madhe. Amon jemi bindun që 6 kandidatët tonë bojnë ma shumë se secili kandidat i opozitës. Ju keni pas 43 opozitë, po si mes me qenë heq ka qenë. E unë ju garantoj, juve si gazetar, që keni na përcjell
nëse votuesi na voton, po qytetarët e Kosovës. Nëse kjo gjashje është deputetët e arshëm të Partisë Socialdemokrate, atëherë keni me po, çka është opozita, çka janë parimet, çka janë idetë. Prandaj kjo është mesazhi jonë i qartë për gjashtë, sepse siç e dini, kishim mujt me bo më shumë. Jam i vetëdijshëm që nuk kishim mujt me bo 150 të tillë. Amo na gjashtë tonë i sfidojmë secilën gjashtë të secilës parti. Ndaqi në baza morale, ndaqi ideore, ndaqi dijes, ndaqi guzimit, ndaqi të mohimit. Sfido kjo, sfidë publike. Hajdeni të sfidohem bashkërisht dhe të shohim kush e ka grupin më të mirë ose gjashën më të fortë që e bën betejën në kuvend.